Pak zbardhi sot vrasjen e Klevis Leshi, të riut nga burreli që u zhduk në vitin 2020 dhe u gjeti groposur 2 vite më vonë në fshatin Shpërdet të Kurbinit. Në pranga janë vënë Saban Uzi dhe Samet Loka, ndërsa në kërkim u shpallën porositësi Aurel Hoxha, pronari lokal Monopol në Tiranë dhe Sajmir Kolaveri. Por si nisi saga e hakmarrjes mes dy familjeve nga burreli Leshi dhe Hoxha? Arben Leshi dhe Agim Hoxha, dikur shok, ishin nga njëjta zonë në Burrel dhe janë marrë me veprimtari droge në Angli. Agimi ishte i pari në fushën e narkotikëve dhe mori Arbenin. Arbeni e xhelozoi sepse shoku punonte më shumë, e vrau, e futi në një makinë dhe e dogji. Pas ngjarjes Arbeni u that afërmve që nuk e bëra unë dhe për ngjarjen sajoi një histori si përplasje bandash. Kur u zbulua që vrasjen e kishte bërë Arben Leshi, Aureli, vllai viktimës, tha se do t'i vriste të gjithë djemtë e familjes Leshi. Kur u vra Arben Leshi në burg, nga Sokol Mjaca, askush nuk e mori trupin e tij të pajet nga frika e hakmarrjes dhe u varros nga shërbimet e bashkisë. Historia e vrasjeve. Në vitin 2012, Aurel Hoxha për hakmarrje vrau Xhevit Leshin. Në vitin 2016 u vra Hayreddin Leshi. Në vitin 2020 vritet Klevis Leshi dhe në vitin 2023 vritet Arben Leshi brenda burgut nga Sokol Mjaca.